Venko Filipçe tregon mirëkuptim për politikat e BDI-s. Është përgjigje e kryeministrit Mickoski për deklaratën e djeshme të parit të socialdemokratëve se është i hapur për negociata për koalicion në zgjedhjet lokale edhe me VMRO-DPMN. Mickoski thotë se pret mbështetje për kandidatët nga partnerët qeveritar të koalicionit. Тој е можеби еден од ретките политичари кои што на отворена сцена покажува разбирање за политиките на Демократската унија за интеграција. Така ми кажа дека тој покажал разбирање за аргументите на Демократската унија за интеграција, нешто за кое што ние веќе континуирано зборуваме дека коалицијата Левица, СДСМ и Демократската унија за интеграција перфектно функционира. Инаку јас очекувам општествена поддршка за кандидатите на владината коалиција. Filipçe dje në intervistë për Kanal 5 pyetjes nëse ka mundësi që të bëjnë koalicion me VMRO-DPMN në disa komuna për zgjedhjet lokale, tha se deri më tani nuk ka pasur takime, por se është i hapur për të gjitha kombinimet për koalicion në interes të qytetarëve. Не сме имале разговори, ниту пак средби на тоа ниво. И покрај тоа што има некои одредени повици од страна на премиерот, од негови коалициони партнери, има одговори од наша страна. Ние таква комуникација за соработка на локално ниво до сега не сме имале, меѓутоа ќе кажам дека јас сум апсолутно отворен за буквално сите можни коалициони комбинаторики кои ќе донесат бенефит за граѓаните. Nga VMRO-DPMN paralajmëruan se ata do të kenë mbështetje të ndërsjell me partnerin e tyre vlen në disa komuna. Nga LSDM ende nuk tregojnë se si do dalin në zgjedhje, por nga deklaratat e fundit është e qartë se nuk do të hyjnë në koalicion me BDI-n. Nga Partia Ahmetit po ashtu ende nuk kanë zbuluar përfundimisht nëse do dalin vet apo si koalicion Fronti Evropian.